Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet tona takojnë Allahut mëndosëm. Selavatet dhe bekimet për Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam është shëmbëltyra dhe pasqyrat e cila kthehemi e rikthehemi në vazhdimsi. Sot po mundohemi pikasim edhe me tutje disa mësime nga sura Tahrim. Kemi thënë në disa ligjërata sot tek disa prej sureve tjera që për ta kuptuar një sure përmbajtësisht dhe thelbësisht duhet ndër tjera padyshim vëllezër e motra ta kuptojmë shkakun pse ka zbritur ajo sure, veçanti shkakun pse ka zbritur ajo sure. Së dyti duhet ta kuptojmë ambientin, domethënë ku ka zbritur ajo sure. A është domethënë sure e Medinës, a është sure e Mekës? Nganjëherë vëllezër ka rëndësi domethënë edhe personi, domethënë për cilin ka zbritur surja, për shembull surja Munafikun, sure e bukur. Një pjesë e madhe e ajeteve të surës Munafikun ka zbritur për Abdullah ibn Selulin. Abdullah ibn Selul vëllezër ka qenë koka e munafikave, dyftyrshave. E për ta kuptuar surën përmbajtësisht duhet njëherë detyrimisht, domosdoshmërisht ta kuptosh edhe personalitetin atij. Tash, për të mos e zgjatur, po mundohemi t'i pikasim ose t'i nxjerrim disa ngjashmëri me surës Talaq edhe me surës Tahrim. Sura Talaq është surja e shkrurzimit. Kështu e shqiprojmë e përkthejmë bukfalisht. Nëse i qasemi surës përmbërëndësisht, gjejmë se surja Talaq është surja e gruas. Surja Talaq e pikprind kaluar. Sikur se na mëson surja Talaq që deri atëherë gruaja ishte e nëpërkëmbur, ishte e shtypur, ishte e menjanuar nga shoqëria. Surja Tahrim përmend një problem specifik pejgamberit për brenda familjes, një problem sekret. E tash po mundohem ti cek disa ngjashmëri, cilat realisht i gjejmë ngjashmërinë e kuptimit që ato e përplotësojnë njëra tjetrën. Gjëja e parë, sa është e rëndësishme që kry familjari të jetë me energji. Andaj subhanallahu te sura Tahrim e gjejmë se kur gratë e pejgamberit alayhis salam ju kundërhyjnë atij dhe i bën ato kurthet, ato akrobacionet e tyre ka shih pejgamberit alayhis salam, i dërguari Allahut alayhis salam u mërzit, u lodh dhe u izolua. Për shkak se ambienti nëpërmjet cilit ai në vazhdimsi energjizohej ishte fikur, ishte stopuar e kështu me radhë. E sikur se na thot sura Tahrim, se sa është rëndësishme subhanallahu që krye familjarit jetë me energji, për shkak se një pjesë e madhe e punëve, e detyrave, e obligimeve rënkojnë mbi supët e tij. Dhe në momentin kur ai nuk është vetvetja edhe 100%, padyshim do të ketë shumë defekte edhe plasaritje për brenda familjes dhe mbi gjitha furnizimet edhe ato gjërat e nevojshme dhe të patjetërsueshme dalën ngadalë fillojnë të bëhen diçka e natyrshme. Së dyti, sa është e këndshme brenda një shtëpie ose sa është e këndshme ajo shtëpi ku balsami i saj është devotshmëria. Kja mungon shumë familjet tona subhanallahu. Pra fatkeqësisht në familjet tona ose raporti ndërmjet familjarëve është raport shumë zyrtar. Pejgamberi alayhis salam në vazhdimsi përpiqej të krijojë një raport më ndryshe, më specifik me familjarët e tij. Andaj nëse ka ndonjë gjë me cilën është krenuar pejgamberi alayhis salam, ka qenë morali i tij me familjen e tij. Andaj ai shumë herë syrësh u është drejtuar shokët e tij duke thënë, domethënë njeriu më i mirë është ai i cili është më i miri me familjen e tij. Presje, ka thënë un jam ndër jush më i miri për familjen e tij. Domethënë ndër rastet e rralla kur pejgamberi alayhis salam është krenuar me biografinë e tij, ka qenë pikërisht sjellja e tij përbrenda familjes. E tek ne ose ndër shqiptarët e kemi atë shprehjen e njohur kur themi që ky person është xhami jashtë e kish brenda. E kam për qëllim domethënë që nuk është vetvetja, nuk është origjinali, siç të tjerët e mendojnë atë. Dhe do duhet të ishte krejtësisht e kundërta. Edhe këtë gjejmë tek surja, domethënë si ngjashmëri ose si përplotësim, padyshim reflektohet edhe tek surja Talaq. E treta, pas çdo vështirësie ka lehtësim dhe rrugdalje. Andaj ju e nebiu lima tuharrimu. Edhe tek surja Talaq, o me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pra sikur se sura Talaq edhe sura Tahrim së bashku
bashkarisht na mësojnë se pas çdo vështirësie ka lehtësim edhe ka rrogdalje. Gjë tjetër, vepra e mirë është garanci e fortifikimit të fëmijëve. Sa më i mirë prindi, sa më i devotshëm, sa më korrekt në punën, në angazhimet, në pretendimet e tij, aq më sigurt është që edhe pasardhësit e tij do të jenë, domethënë, të këtillë. Sa më mashtrues, sa më manipulator, sa më i dyshimt, sa më i pakujdesshëm në mënyrën se si e përvetson e akumulon pasurinë e tij, aq më shumë subhanallahu është, si më thënë, e mundshme që edhe fëmijët e tij dhe pasardhësit e tij të dalin të këtillë. Andaj le të mundohemi subhanallahu të përgatisim pasardhësit tonë, të cilët akoma ende s'kan lindur nëpërmjet korrekcisë edhe përgjegjshmërisë son në përditshmërinë tonë. Gjë tjetër është që impakti që lën tek fëmia ajo gjë, domethënë ajo sjellje, ajo mënyrë e komunikimit me fëmijët është e hatashme, me cilën është familiarizuar ai me kalimin e kohës. Andaj një pjesë e madhe të traumave tona, vëllezër dhe motra, derivojnë, burojnë dhe shfaqen me kalimin e kohës, pikërisht për shkak se ato janë mbillur dhe ngolitur dhe transmetuar në konstruktin dhe në bamendjen tonë në fëmijëri. Një pjesë e madhe e problemeve që shfaqen me kalimin e kohës, ose pasi i kalojmë, domethënë, vitet e rinisë, vitet e adoleshencës, janë pikërisht për shkak se ato burimin e kanë tek fëmijëria. Andaj le të mundohemi subhanallahu që fëmijëve tanë, kur të rriten, kur ne nuk do jemi më gjallë, të jenë kujtime të mira nëpërmjet cilave ata subhanallahu në vazhdimsi arrin të mirëmbajnë dëshirat edhe energjitë e tyre. Dhe e fundit, vetë llogaria nga të dyja anët, bashortit dhe bashortës, e mirëmban martesën e freskët. Një prej shkaqeve kryesore pse ndodh shkurzimi është pikërisht kjo. Kur bashortja dhe ana sjelltas në vazhdimsi mundohen ta hedhin fajin tek tjetri. E vetë llogaria nga të dyja anët padyshim e mirëmban martesën të freskët. Allah na bëj pyetje që familjet tona, ambientin ton familjar, në shtëpi të jetë ose ta bëjmë sa më të freskët e sa më të gjallë, sa më të këndshëm, dhe në anën tjetër të përpiqemi nëpërmjet shëmbulltyrës, nëpërmjet praktikës, nëpërmjet shembullit ton të përçojmë cilësi dhe tipare të mira tek familjarët edhe tek fëmijët tanë. Dhe në ligjëratën tjetër, ju lutem Zot, faleminderit shumë.